Berisha. Mbështetjen do ta gjejmë ne për herë parë të vetja. Jam dakord me gjithë parafolësit, por nuk ka asgjë më tepër. 5.702 të pushkatuar burra dhe gra në Republikën e Shqipërisë, 450 gra, familjarët atyne të mbështesin ta vënë gishtin kokë. E para, e dyta, nuk mbështeten duke u përqendruar veti me parët e drogës dhe të krimit. Nuk mbështeten duke dalë u konsumu pumi I parë Lulzim Basha, gjenë sorën e dytë Elvis Sarjanin. Tani problemit flasim me emra konkret. Mirdita ta dje mirë e Dirama. Është ajo Mirdit që ka bërë rezistencë deri në 53-shin. Ta dje mirë e Dirama se unë nuk me kesh kupton kjo qeveri. Që jam I bindur se kjo qeveri e ka genin nga jo qeveri e parë që ka hërë zogjet e vetë. Plusht e vetë, se fash zogjet ma shumë. Se e ka fillu që me lëvizjen e postribit, që me pushkatimin e 25 martjerëve të Kishë Katolike dhe Maria Tucin, që me Nusin e Kokolarin që ka burgos dhe ka prunë, që tu kam një mbështetje një vrejtje të vogël, ai nuk është me jugun, ai është anti-shqiptar, po bën një pak servilizëm me jugun për përqarë kombin. Se Sadik Pranta, Anastas Lula dhe Gjellë Këmbana dhe Petriq Ryska që janë pushkatuar në 28-ën, grupë fuqiste Gjirokastës nuk kanë qenë nga veriu. Do të bëjmë pak mbështetjen dhe vete. Kurse edhe Nusin e Kokolari ka qenë nga Gjirokastra. Edhe shumë, Shqipëria do bashkim, nuk do përqarje. Ai e përdon për përqarje, nuk e përdon se don jugun. Ai don vetëm për bler rroba intime për tafmit e vet. Edhe për pika se nuk po hym më gjatë. Problemi është tu. Për para polësit nuk kam asgjë më tepër. Mirdita ta dje mirë se do jetë ai Mirdit si do I tregoj dhenin dhe gjithë Shqipëria. Nga Mirdita deri në Dukat të Vlorës. Faleminderit. Faleminderit shumë për diskutimin, për mbështetjen dhe për të gjitha. Vërejtë. Bravo. Teka I djalja. Jo, ka pyetje. Mirëmbrëma dhe mirësejnë dhe Dr. Berisha. Pa se ku përzgydhi ato që paraforqit, sepse shumica e problemet dolën, shumë shkurt dohet të thoja se unë nuk jam kundër foltorës dytë, po më duket se foltoria dytë, një strategjike, ti e strategi I foshatave, po më duket se ke qetë kohën e dur, do të ishe o më para shtator, ose më mbrapa. Se në kulmin e krizës skandalit e Rama Balluku, media e mohaj që 90% e medjave, do fokusohet ke problematika tonë. Do harrohet shifti Rama Balluku. E kjo më duket se nuk ka strategji e dur e zgjidhjes. Urojmë që kjo strategji të na motivojë më shumë, mënyrë që protestat tjera të jenë gjithë përfshirëse, të jenë shumë më të mëdha se sa ato që kemi pasur të ditë. Sa për e tha se do ketë riformatim të gjithë strukturave. Zoti Berisha, një pjesë e strukturës e kryesisë për DS qendrës janë këthe antipatike për strukturat. Unë jam kryetar për sesionin në Kthell, jam kryetar që kemi dyfishuar shtetin fitores. E kemi dyfishuar që nuk ndodh kur në Shqipëri, përveç në Mirdit në. Ne kemi dyfishuar pra, në sa qendrështave që janë të sallë shumica, e në sa kandidati që vërtet që spektakolar Arshad Lala. Por kryesia për DS janë po ato që I kanë qenë pjesa homse e 12 marsi. Janë po stafi që ke pas ti, zës ministra, po ato janë. U afrun ke Basha, morën pjesën kryesore të Bashës, morën stafin e Bashës. Dhe u cofi Kali, në figurative, dhe kalun prap ke ju. Ja po ato janë. Janë po ato që kanë 2-3 poste për veti. Si e zonja në kryetarja e Frumit Grus. Kryetarja e Frumit Grus, kryetarja e Komisionit Parlamentar, Profesor Shqipërisë atje në Bashkinë Evropiane, nuk e di çfarë bën ky zoj atje. Çfarë bën? Pa vetëm foto? Se nuk e denonson Vllautinin, Pogerinin, të tjerë të zyrtarët e BE-s të korruptuar, që korruptuar me shanta, me euro.
si ka mosirë që zojnë, nuk në bën atje fort. Pra, PD-ja do të rifabatohet nga Kreu zotërisht, nga kryesia, nga Këshilli Kombëtar. Unë do të sugjeroj diçka me informatu, se vërtet i këtë vështirë, si të janë qenë në momentin e vështirë. Do të sugjeroj që të ndaje poshet politike nga grupeve parlamentare. Kjo është një zgjidhje që të heq nga sikleti për të largu Flamunokën, që është vërtet antipatik. Flamunoka është antipatik, është arrogant, po shohin media si që përbën. Flamunoka nuk është. Duhet sekretari përgjithshëm zoti Berisha tjetë nga jugu ka Shqipëria Mesme. Ka figura vërtet Shqipëria Mesme. Ka figura si Tomar Alizoti, të artikulu, ka si Muslim Rizi qendrështar, ka figura tjera. Si ka figura tjera diaspora zoti Berisha. Pa të thënë do ta hapim PD-n, nuk e hape. Nuk le Flamunoka dhe Albana Voksh të hapesh, sepse dalin hi ato. Pa të premtu koalicion, aleancë, sepse kjo regjim do aleancë sa më të mushëm, do çdo burim qendrese, nga media, nga diaspora, nga fushë akademike, ke profesor si Lush Susaj, profesor i nderuar, ke diasporën mjek si Milaj Mnela, vërtet, qendrështar, i jashtëzakonshëm. Ke media si Shpend Gashi, ke tjerë vërtet, media që po janë vërtet patriot. Duhen afro këtë zotëri. Nëse vërtet duhen bëjmë rifront opozitaar. Largojmë të keshin më të madhe që na ka shumë. Vim për protestet. Zoti Berisha na janë bë bajatin, e keni vrarë protestin, e ka vrarë zoti Basha. Disa vite, na shotën protestë një orë, dy para kalim, edhe hikshim ke shtëpia. Ne shkoçëm për qendres. Më duke se edhe ju zoti Berisha po na bëni parat mode. Si? Ne vim për qendres atje, nuk vim për protestë, për parat mode. Manifestim Tiranë, një orë 2 marrë në shtëpia, nuk është qendres kjo. Ne duam protestë. Unë jam pasojë e protestës, nga bëj 2 protesta në thellë do t'i bëj prapë. Jam 2 ditë parashitje atje nga regjimi. Tash i vjet do vazhdoj prapë të jem protestë e rradhës. Po ama protestë qendres para kryeministrisë ta largojmë. A është i frikacak, a është disa frikacak ashe. Po duhen burra, t'i ndajmë 500 vend nga Milita, 500 nga rreth i veriut edhe ai hikën në zoti. Kështu që zoti Berisha, to kisha unë, vërtet nëse donë që partia më të thehet pushtet, do që ta heshin keqet madhe, merr parasysh të sugjerime që të tash. I falenderit. Edhe unë të falenderoj shumë për diskutimin. Jam 100% dakord me ty që protesta dhe vetëm protesta është ajo që jep përgjigje këtij regjimi. Dhe ky është dhe misioni ynë. Por çfarë mendoj unë? Unë mendoj se së pari ne do të bindemi që kjo është rrugë e vetme. Dhe kjo është rrugë e vetme. Nëse më pyesni mua sot, kjo është rrugë e vetme. Do t'u them një gjë këtu. Para se të fillonte fushata, unë e kisha thënë 100 herë se me Edi Rame nuk ka zgjedhje. Megjithatë, ne morëm të themi atë që është kryes specialist në botës për fushat elektorale, arkitektin e fitores presidentit Donald Trump. Një ditë, po lexoja një mik i imi, mik e kam unë atë pavarësisht pak i mërzitur është, po unë kam mik, shkruante: po pse mora atë dhe nuk ja u dhe rroga kryetarëve të degëve? Unë jo se s'doja që kryetarëve të degëve të jipja rrogat, por prapë gjykoja që një sakrificë për të bërë përpjekjet më maksimale duhet ta bënim. Dhe ne e bëm. Do të them me këtë që edhe kjo përpjekje faktoi që Edi Rama nuk ndalet para asgjëje për të grabisë zgjedhjet.
po ti je dishmitar dhe ju një dishmitar, se si makineria e madhe propagandistike, mashtruese, të nesërmën thoshin që I fitoj zgjedhjet. Se si AIZ eri duke u mekur falë për pjekjes tonë të jashtëzakonshme të përditshme duke paraqit fakte dhe dokumenta. Megjithatë edhe sot, ka të cilët fajsojnë opozitën për humbjen dhe jo grabisin e zgjedhjeve. Ka demokrat, për fat keq ish demokrat, që flirtojnë, shkojnë marrin poste nga ky regjim. Tradhtojnë realisht kauzën dhe idealet e demokratëve. Pra, kjo foltore, siç ja u thash, ka qëllim që në këto biseda ne të qartësojmë njëri tjetrin se çfarë do mbrojmë në këtë periudhë. Ne këto të vërteta do mbrojmë. Do mbrojmë votën, do kthejmë votën. Do paguajmë çmim për të kthyer votën. Ai ka vrarë votën. Na ka vrarë votën tonë, jo, ka bë gabim shumë. E drejta jonë është tregoj me të gjithë fuqinë tonë. Por, a ekziston të ky përqendrim apo kjo kthjellësi? Jo, nuk ekziston kudo. Diku nga padia, diku nga mosdashja. Edhe midis nesh kishte që I fitoj, si fitoj? Të rjeshtosh atë nisë dhe të thush fitosh, do të tjesh të bësh lojën e tij. Ndaj dhe, por a duhet përgatitemi psikologjikisht, duhet përgatitemi shpirtërisht, dhe për të bërë këtë përgatitja më e mirë është të përgatisim partinë. Të përgatisim partinë demokratike. Shiko, mund të ndodhte që s'na voton të populli fare. Po populli në to kushte na votoja sa ato votat që dha, domethënë tjerat I mori. Pra nuk ka alternativë tjetër përveç nesh. Se dhe mund mos ishim alternativë, por ne jemi vetëm alternativë. Ndaj dhe ta përmbushim këtë mision. Tani ju cituat emra, çfarë mund të them unë? Në qoftë se hyjmë dhe analizojmë bashkërisht në një mbledhje ku dush, unë mund të them mjaft ose mund të flas më gjatë për ta. Por I gjë të them, në kushtet më të vështira, ata janë përpjek me bërë më të mirën. Dhe aty ku janë të ngarkuar, ju përmend një emër të një zoje, por çdo antar partie duhet ta di, asnjëri s'ka patmeta, po ama ka një kontribut jetik në të gjitha rezolutat e miratuara ndërkombëtare. Po, atë vend që mori, ajo e dha në mënyrën më të përsosur në interes të Partisë Demokratike. U zgjoll zëvendës presidente e gruas europiane dhe atë post e çfrytëzoi në palc për të paraqitur të vërtetat tona. Kjo që të them unë ty, nuk do thot as pak se nuk mund të kritikohen, dhe e dyta që të gjithë do kalojnë në votim, do votohen. Kjo urdhë? Nga gjithantarësia. Tani, për sa I përket nga gjithantarësia, votohet kryetari. Se prit, po të votohen të tjerë nga gjithantarësia, bëhen të gjithë kryetar.
Kjo është e vërteta. Po, ky rregull është edhe në republikat presidenciale votohet presidenti, jam thonë edhe atje, se pastaj bën president. Faleminderit shumë për diskutimet tuaja. Shihemi në foltorën e radhës.